Përshëndetje, do ta bëjmë edhe një herë meditimin e shërimit. Shumë e rëndësishme është që ju ta çoni fokusin tek ajo pjesë që është e smur dhe sa më shumë dritë, energji apo pastërti e atij ujit e ujëvarës apo e asaj që unë do përmeni në meditim, sepse unë nuk bëj kurrë kështu plan më herët, unë e bëj meditimin ashtu sikur e ndjej. Kuptohet që kur e kam një person përpara meje, e ndjej, domethënë energjinë e atij personi dhe pastaj më vjen edhe fjalë se çfarë unë duhet të them. Dhe tash do të shoh se çfarë fjalësh kanë me më ardhur në këtë meditim. Kam lë shumë muzikën, sepse ajo muzika e ujit, jo muzika, po e zhurma e ujit e di që ju ka pengu nga shoqja ime, dhe unë duke kam qenë edhe pak kështu si e përgjume, se kam qenë shumë e hangër me plot, me amëlsina, me gjona për Bajram, dhe qofim tani, nëse kam e bo kurën, që tash ti e di se si quhet, kjo është kura për ti pastru toksinat nga trupi, se a dit nuk më bike, dhe më thëna e fjallë në mendje, edhe më duket, miq dashur, edhe besoj që kur hajmë shumë sheqer, megjithënë edhe truni pak na bëhet sikur budalla, se jemi në ato substancat e sheqerit edhe nuk jemi shumë kështu fit, nuk jemi taman këtu. Dhe sot nuk kam hëngër sheqer, sot kam hëngër vetëm gjona të shëndetshme dhe kam pi çaj dhe besoj që edhe meditimi ka më dal fantastik. E provojmë. E treta e vërteta. Meditimi i parë nuk ka qenë ngjëzimi i mirë, meditimi i dytë po ju pengon ajo zhurma e ujit dhe shqiptimi ndoshta disa fjalëve nga unë, prandaj ne përsërisim edhe një herë. E treta e vërteta. Let's go. Po ja nisi. Mbyllini syt. Merë frymëthellë me anë të hundës. Mbaje disa sekonda, sa ti të mundesh, dhe pastaj nxirre me anë të gojës, ashtu sikur të vjen. Mundesh ta nxjerrësh edhe në një mënyrë lirimi, dhe mundesh edhe një tingull nëse don që ta përdorësh. Edhe një herë marrim frymëthellë me anë të hundës. E mbajmë frymën disa sekonda, sa të mundemi, dhe nxjerrim me anë të gojës. Të më thanë meq, nxjerreni me gjithë shpirt dhe zemër frymën si kur ju vjen për momentin. Merë frymëthellë, mbushe komplet trupin, imagjinoje që kjo energji po vjen nga toka dhe hyp në trupin tënd, nga këmbët, joint, kofshat, deri në bark, te krahët, kurrizi, pjesa e zemrës, fyti, koka, deri tek flokët. Dhe kur ta nxjerrni frymën, imagjinojeni që ju e lironi gjithçka, gjithë stresin që keni kalu sot. E përsërisim edhe një herë, merrni frymëthellë, imagjinoni që një energji e pastër hyn në trupin e juaj nga këmbët, sepse vjen nga toka, nga nëna tokë, dhe hyp sipër në trupin e juaj, këmbët, joint, kofshat e këmbëve, deri në bark, pastaj në krah, në kraharor, në pjesën e zemrës, në kurriz, në qafë dhe në kokë, deri tek flokë, dhe pastaj e lëshojmë. Gjithçka lirohet nga trupi jon. Çdo lodhje, çdo stres që ti sot i ke kalu, shumë mirë. Merë frymëthellë, nxjerrë shumë ngadalë. Dhe tani e përsërisim edhe një herë
por tani do ta marrim energjinë nga qielli, nga hapësira. Marrim frym thellë. E gjithë energjia vjen nga hapësira, Zoti, energjia e madhe, dashuria e madhe, sikur ju doni ta quani, dhe mbush trupin ton nga koka, fyti, krot, pjesa e zemrës, barku, deri tek joint dhe deri tek gishtat e këmbëve. Shumë, shumë mirë. Këmbët ulini mirë, të plot në tokë që ta marrin energjinë komplet dhe ta shkarkojnë po ashtu komplet atë energji që nuk është e mirë mo për juve. Ju merrni edhe një herë energji nga hapësira, energjia e madhe, Zoti, dashuria, apo sikur ju doni ta quani, në komplet trupin dhe pastaj e lëshoni. Shumë mirë. Tani, drejtoj edhe njerë trupin, ullu pak më mirë nëse nuk e ke gjetë pozicionin tënd të rahatshëm. Shumë mirë. Dhe tani, merr frym thellë deri në bark, dhe barku na fryhet si një top apo si një tullumbac. Dhe nxjerrim frymën shumë ngadalë me anë të gojës. Shumë, shumë mirë. Tani, do shkojmë në një vend të mrekullueshëm. Sot do shkojmë tek vendi im. Është një natyrë e bukur. Më ndiqni dhe t'ju tregoj bukurinë e këtij vendi. Mos harroni këmbët t'i shtrini në tokë, që t'jese komplet e lidhme me tokën, pjesa poshtë e këmbës dhe e gishtave. Shumë mirë. Tani, do numroj deri në 3 dhe do imagjinoni që do ulemi në 3 shkallë. Shkalla e parë, zbresim apo ulemi 1 kat më poshtë. Shumë mirë. Merr frym thellë dhe në këtë kat apo në këtë pjesë që ti ke zbrit, mundesh që ta shohësh natyrën nga lartë. I shikon pemt, shikon barin, shikon diellin. Merr frym thellë dhe kur e nxjerr frymën, ti relaksohesh edhe më shumë. Tani zbresim edhe 1 shkallë më shumë dhe do të bie me një herë me 1 kat më poshtë. Merr frym thellë dhe nxjerrë shumë ngadalë me anë të gojës. Tani ke zbritur edhe më afër natyrës. Tani mundesh që këto pemë t'i shohësh më mirë, më afër, dhe ujin e ujvarës po e dëgjon, që po rrjedh në mes të kësaj natyre. Është një ujvar e madhe që vjen direkt nga qielli, nga universi. Çoje kokën lart dhe shikoje se si rrjedh në mes të kësaj natyre. Tani, sprit edhe 1 shkallë më poshtë.
Merë frymë thellë dhe kur ta nxjerrësh frymën, edhe më thellë, ti po hyn në një gjendje meditative. Je komplet i relaksume. I gjithë trupi jot është i relaksum. Dhe ti po e sheh këtë natyrë tani drejt teje. Është përballë teje. Është një natyrë që se ke pa ndonjëherë më herët. Zogj, flutura, po fluturojnë rreth teje. Dhe ti e habitur, po shikon këtë natyrë, po shikon ujin që derdhet nga lartë, po shikon rreth e rrotull shumë pemë, shumë gjelbrim, shumë lule dhe njerëz që po shijojnë këtë natyrë. Janë familjar, janë shoqëria jote, janë njerëz që ti i don. Secili po merret me veten e vet. Të gjithë janë të fokusuar në atë moment. Tani, hape një derë që ndodhet para teje. Shikoje këtë derë. Është derë e xhamit. Është derë transparente. Ti po shikon gjithçka. Vetëm kjo derë është para teje dhe po ta ndalon që të hysh brenda. A je gati? A je gati të shërohesh? A je gati t'i shohësh plagët e tua brenda teje? A je gati të marrësh kohë për veten tënde? A je gati ta duash veten tënde? Po miq, ta duani veten e juaj, sepse e di shumë mirë që nuk jemi mësu, nuk na kanë mësu të tjerët, familja, rrethi, mësuesit, por nuk kanë ditë më ndryshe, sepse edhe ato kanë pas një rreth, një familje, një shoqëri, apo mësues vetë, që nuk jo kanë treguar, apo nuk ju kanë mësuar. Merë edhe njëherë frymë thellë dhe nxjerrë frymën ngadalë. Dhe tani, nëse je gati, hape këtë derë. Tani. Mos u tremb, unë jam me ty. Unë jam mbrapa teje. Nuk të lej vetëm. 1. Ule bravën e derës poshtë. 2. Shtyje pak derën. Dhe 3. Hape komplet këtë derë. Shumë mirë. Wow, shiko rreth teje se çfarë ka. Shikoje këtë bukuri të natyrës që Zoti na ka dhënë. Afrohu afër kësaj ujvare që po vjen shumë e më shumë, me ngjyra të ndryshme. Njëherë derdhet në ngjyrë të kuqe, pastaj blu, pastaj e verdh, pastaj e bardh, dhe është e mbushur plot me cicëllonja, është e mbushur plot me flutra, është e mbushur plot me zogj, që hynë në këtë ujvar, pastrohen nga çdo mërsi, stres apo sëmundje
dhe largohen të lirë. Largohen të lirë dhe të lumtur. Tani, kur ti jesh gati dhe ti, futu në këtë ujëvar. Nëse nuk je gati, atëherë prit dhe pak. Mundesh që të shohësh edhe pak të natyrë. Mundesh të shohësh rreth teje se çfarë po ndodh. Mundesh që të hecësh dhe vetëm duke e parë dhe vëzhguar se çfarë po ndodh në këtë ujëvar. Është një ujëvar që shëron, që pastron dhe të liron në trupin tënd. Tani, nëse je gati, hyj brenda. Në këtë ujëvar është i ulur një person. Shikoje pak, afro më afër dhe shikoje kush është ky person që është ulur në këtë ujëvar, në një koltuk magjik që uji derdhet sipër këtij personi dhe ai apo ajo vetëm po shëndrit. Po shëndrit shërim, po shëndrit vitalitet, po shëndrit bukuri, po shëndrit dashuri. Shumë mirë. Afro dhe më afër. Është vetja jote e re. Është versioni jote i ri. Është i shëndosh. Smundja nuk ekziston më. Sepse ai person i ka lëshuar të gjitha me anë të kësaj ujëvare, me anë të kësaj drite të bardhë që po vjen direkt nga qielli, nga universi, nga dashuria e madhe, nga Zoti, apo sikur ti dëshiron ta quash. Nëse je gati, afrohu afër këtij koltuku magjik. Dhe versioni jot i ri po të lejon që ti të ulesh në këtë koltuk, në këtë karrike. Tekun është një koltuk i madh. Ndoshta te ti është një karrike, apo ndoshta është një lëkundëse. Shikoje se çfarë është tek ti, çfarë po të paraqitet para teje. Kur t'jesh gati, ulu në këtë koltuk, apo çfarëdo që të jetë, dhe lejoje që uji bashkë me dritën e Zotit të shpërlaj, të lëvizi në të gjithë trupin tënd. Nga koka, fyti, krahët, gjoksi, krahërori, pjesa e zemrës, barku, deri tek gjunjt, derdhet ky ujë dhe përfundon te këmbët e tua, te gishtat e këmbëve. Wow! Gjithçka po largohet tani nga trupi jot. Ky ujë i përzi me këtë dritë, me shumë xixa, shumë xixa ngjyrë floriri, po e shpërlajnë edhe më shumë trupin tënd. Po e lajnë trupin tënd një herë, sidomos atë pjesë që është e sëmurë. Leje që ky ujë të rrjedhë shumë në atë pjesë. Lejoje të rrjedhë dhe të rrjedhë përsëri dhe përsëri dhe përsëri. Imagjinoje që sa më shumë ky ujë derdhet, e lan
apo e shpërlan gjithçka që ty të është mbledhur në këtë pjesë të trupit. Qoftë sëmundje, qoftë shtrëngim, qoftë lodhje, qoftë stres, gjithçka shpërlahet dhe derdhet në tokë, në nënën tokë. Shumë mirë. Përsërite deri sa të ndëgjosh nga vetja jote e re, nga versioni jote i ri, që është afër teje, që gjithçka është pastruar, gjithçka është la, gjithçka është largu nga trupi jot, çfarë ty mo nuk të takon. Shumë mirë. Nëse të nevojitet akoma kohë, ndale këtë video dhe vazhdo ta lejosh këtë ujë dhe këtë dritë nga Zoti të rrjedhë në trupin tënd, të rrjedhë në pjesën që ti ke sëmundje. Uji e ndryshon ngjyrën. Sa më shumë që derdhet në këtë plagë, aq më shumë errësohet ky ujë, sepse gjithçka e merr me vete dhe e shpërlan. Ndje lehtësi sa herë që uji derdhet në tokë dhe drita depërton në këtë pjesë të trupit, ndje lehtësi se gjithçka po largohet nga ti. Ti po shërohesh. Ti po shërohesh dhe po ja afrohesh edhe më shumë versionit tënd të ri, të shëndosh, vital, të dashuruar me veten, të dashuruar me ëndrat e veta. Ti mundesh. Unë besoj në ty. Dhe versioni jot i ri beson në ty, sepse ti mundesh. Ti je më e fortë se sa mendon. Dhe tani, kur uji të jese në zbardhje, kur uji t'i rikthehet ngjyra që pati në fillim, është i kthjellët, do të thotë që i largove gjithçka çfarë ti pate në trup dhe nuk ishte pjesë e jotja. Ti e lave, ti e shpërlave gjithçka që ty mo nuk të takon. Versioni jot i ri po të përshpërit në vesh, po të thot je gati, ma jep dorën, dhe po të përqafon shumë, shumë po të përqafon, shumë mirë. Dhe tani, nga ky përqafim, ju po bojni një. Nuk ekziston më personi me sëmundje. Ekziston vetëm versioni jot i ri. Merr frymë. Si po ndjehesh? Nëse po ndjen lehtësi në trup, nëse po ndjehesh e mbushur me një dritë të bardhë, dhe nëse po ndjehesh që uji është i kthjellët dhe rrjedh në trupin tënd, në versionin tënd të ri, atëherë je gati të dalësh. Të dalësh nga kjo ujfar e qiellit, e Zotit, e dashurisë të madhe, e universit, apo sikur ti don që ta quash. Largohu, mblidhi turp para zemrës në anë të një lutje dhe falenderoje versionin tënd të vjetër. Falenderoje
sëmundjen që ti e pate, sepse ka ardhur të të ndihmoj, ka ardhur me një arsye. Falenderoje që ishte aty dhe falenderoje që tani u largua. Tani do t'i themi 4 fjali apo fjalë që ne t'ja dedikojmë versionit tënd të vjetër, që ta largojmë edhe më shumë me dashuri, me mirëkuptim. Të dua, versioni im i vjetër. Më fal, versioni im i vjetër. Më vjen keq, versioni im i vjetër. Faleminderit, versioni im i vjetër. Dhe tani, me falenderim dhe me zemër të mbushur, ktheu dhe merre rrugën për t'u kthyer përsëri në tani dhe këtu, e lumtur, e mbushur, e shëruar si versioni jot i ri. Hape derën, kjo derë transparente, me gjam që duket gjithçka, dhe hype shkallën e parë nga sipër. Edhe njerë lëshoje gjithçka që ndoshta të kam vetur akoma në trupin tënd. Dhe tani hyp shkallën e dytë, edhe njëherë merr frymë. Vëshkoj edhe njëherë natyrën, zogjt, flutrat, ujvarën nga qielli, pemt, njerëzit e tu të dashur. Dhe hyp shkallën e tretë. Dhe tani, me shumë ngadalë, me shumë dashuri, lëshoj durt, lëviz pjesën lartë të trupit, këmbët. Shikoj edhe një herë këtë natyrë. Dhe tani ti e din që këtu mundesh të kthehesh sa herë që ti ke nevojë, të lidhesh me versionin tënd të ri dhe të kujtohesh që gjithçka ndodh vetëm për ty, për të mirën tënde. Kur t'jesh gati, do numëroj deri në 3. Hapi syt. 1, lëvizi dhe njërë këmbët. 2, lëvizi pjesën e krave, kokën. Dhe 3, hapi syt. Përshëndetje miq, kemi bu gati gjysore. Shpresoj dhe uroj që ky meditim t'jese i treti i vërteti. Unë kam e lanë edhe meditimin tjetër, se ndoshta dikujt i ndihmon ai meditim, dikujt i ndihmon ky meditim. Dhe uroj, shpresoj edhe një herë që t'ju ndihmoje. Dhe shifemi në videot e ardhshme. I kam edhe disa pyetje që më kanë ardhur, por do t'i kthej përgjigje avash, sepse tani më kanë ardhur edhe në gjuhën gjermane shumë pyetje. Me ju thonë të drejtën, në gjuhën shqipe po ndjehem më kështu më mirë, sepse jam mësu. E në gjuhën gjermane është pak ajo pasiguria që e kemi të gjithë. Por besoj që nëse i dëgjojmë zemrën dhe flasim nga zemra dhe jo nga egoja, atëherë unë do t'i gjej ato shpirtra që kam i prek në zemër, që ato të rikthehen tek vetja vetë e vërtet, sikur unë jam rikthy. Ju përshëndes edhe një herë dhe ja kalofshi sa më mirë një ditë të mrekullueshme.
Mirupafshim.